Kjo, lagështia e bimës, a kupton? Ka qenë mund kurrën që po shpërthen. Çante rushi. Jo. Tu shqipe vetë, katastrofë. Neve në datën 7 prill, raj borë dhe qenë -4 gradë. Këto arriti ajo bërë trasje borës 10 cm, 12 cm. Dhe në kohë që pushoj bora, këtu fillojnë ngrica. Edhe çdo gjë ka marruar. Unë këtu kam të paktën, kam 5 hektar, të paktën kam 20 milion lek dam. 5 nga shteti, nga qeveria, një nima i gjahë. Se ky rushi, plus dam si vjetë, po unë kam për 3 vjetë dam në rushit. Se kjo hardhi këti rushit, unë e kam bërë krasite për 2 vjetë, 3 vjetë, kjo thorë komplet, ja të thashë. Tani që të poshë. Thotë kryeministri, hajde në këtu. Unë nuk kam i kasidite në Kurbet. Jam 55 vjeç, s'kam i kasidite, kam ajtë familje, kam ajtë gjërë gjamë këtë vreshtë. Asi loj nime. Asi loj qatë të shif në jo këtu për të qarë, për tikur. Tani që të bëjmë, dore zotit e ka. Ta thonë, hanë të kesh shneti, po shneti do të hash. Do të ushqiem. S'kam në një punë, shkoj ku të punoj. Tani unë jam i lidhu me rushin, se unë do punoj me frezoj, do spërkat. Kam 20 orë, do shkoj të punoj dhe daj tjetëri. Pa jo, po ju prish ati tjetër, ati dam me bopën, dam me mu, se s'u punoj unë. Edhe ai punëtor që vinte punon dhe tillë ati ju po dam. Në muajin prill ka rënë para një 10 vjetësh, kujtohet, në 7 prill po pra borë, por nuk ka ngric. Nuk pan minus, këtu ishte -4. -4 gradë. Ja të shikosh, ne damë më e madhe bën në vreshtari. Edhe qeshinjat të si shikon e të gjitha, edhe këto lisat jam thorë, po këta prap, kjo prodhimi. Kjo lule parë e rushit, nxjerr 2 vesha rush. Kjo iku. Kjo hardhia nuk çel më. Kjo është dame, iku langu. As ka ardhur, as besoj të vinë njëri këtu. Ne jemi të harruar këtu. Këta i lanë kastel për tikur për këtu shmë duket mua. Ta vinë tani për fushat, edhe fushata ka filluar, mus ka thjerë njëri, ja jena mi votë. Së duhe si intereso me vota ime. I kanë 5 vota si duhen. Si do ase majtë ase djata, nuk i duhen. Unë me këtë rosh vjetë bërë 200 kuta rosh. Si vjetë pretendoj për 300. A si vjetë nuk dhe da dojnë ngele në kokër për të hangë. Kjo është. Kam vënë vresha të reja, që të zishkojmë. Kam vënë 3 hektarë vetë, me forcat e mija. Si vjetë e kam prodhim, gjithë fshati, jo vetëm unë. Po kjo i thonë një fjale që unë jam i dëmturë se kanë sirfaqe më të madhe. Nësa dikush tjetër ka 3 hektarë, 2 hektarë, edhe ai që ka një dëllëm i dëmturë është. Jo se tërbullën e të se ti ka jenë 2-3 lopë, se ka shumë problem rushin këtu. Po vete këtë 3 vjetë rreth të parë rosë, më lapos ka të koto qo. Ka ma vete bëndë. Unë kam 1.5 hektarë, edhe kam të gjithë rush të ri. Kam investuar gjithë vetë, edhe unë ka qelë pak më shumë më i lartë, edhe është i gjithë të marruar. Tani, po të napin e subvencionim për ta mirë mbajtur që ta punojmë, edhe ta kemi për vitin tjetër, se këtë vit marroj. Edhe ne s'kemi mundësi ta punojmë ta shota ne se nuk hët më do të ndrush. Sa është dëmtuar shumë. Kjo zonë këtu ka 34 hektarë rush, vetëm rush. Edhe është dëmtuar i gjithë. Gjithë fshati Kërkëvec, 34 hektarë rush janë dëmtuar totalisht. Kjo do të thotë që ne kemi marruar, s'kemi as si punë më, as një lloj gjaje, s'kemi, do t'ikim tani, do mendojmë t'ikim për emigrim. Do të ikim në Greqi, në Itali, ku na dalin në ditë pune që të shkojnë punojmë, se këtu jemi paralizuar komplet. Si që një vetë është i dam kolosal, është gjithë djesa, mune jonë, hargjimet e tjera me radhë. Një kosishtja dhe të qeshit, është dhe të rushi. Kjo fatkesi natyrore. Jo, asë i gjamë, për si vjetë nuk diskutohet fare më betë për punë prodhimi. Për më të tutje kisë mesh dhe bëhat. Po 5 hektar rush edhe 1 hektar gjysë qeshi. Thirrja shtetit, qeverisë, për të ndihmuar, për të hequr këtë fatkeqësi që ndodhin nga natyra. Por shpresojmë, kemi shpresë shumë madhe nga qeveria, nga shteti që të na ndihmojë për rastet konkrete. Lagjën e ka topën, po lagje, unë të se të them për ta. Drita stisja, unë 60 vjeqër nërë, unë e kanel, 60 vjetë me kanel. Që do të të nërë? Jemi që 60 volë, që nuk një zëtë televizori. Po tërë pashtë, përreti, janë istoj. Si pas ke pile, e dera unë asal për i gjësa për tjë. Sa më pas ke pile në të qarën, nuk ka bëna shpinë sot. E kam bërë 1980.
si mos kem truallun. E ke në përdorim se ke në pronësi. Po shpi me truallin mandi patron për me të pakën 25. Me timin a gjitha të lejta. Nuk kemi truall. I futi kamion, e kam që të qaj. Nuk e fotokopio. Se pasin inxhinier ndërtimi pranë këto për letra. Pse mua po të vetë ka bërë shtëpi. Edhe njeri, dushin ata që kishin bërë mas në letës. Se do kur bësh shtëpi ka fermë. Edhe vajte e Elbania. Edhe konem çon letra mua. Shkon në Elbasan. Edhe një herë në Elbasan. Kamino te Si veru shi vogël këto, ja dhe kjo këtu. Sa ka filluar ta nxjerr. Ja. Ja dhe kjo këtu e ka. Në mbaron, që si e ka aktivuar. Aja ka maruar. Me fjalë